nuk është hera e parë që vjen në Fakultetin e Studimeve Islame, por kësaj here ka me një arsye ndryshe nga hera tjera, promovimi i një libri që edhe për nga volumi, por nga rëndësia është një libër shumë i rëndësishëm, shumë i madh. Është vendi i dijes, çdo herë duhet shërbej për promovim të punimeve të reja dhe promovim të diturive të reja. Prodhimin që është bërë në aspektin akademik, pra mbledh gjithë librat që janë shkruar për luftën e Kosovës. Dhe kështu krijon një hapësirë për një të kuptuar më të thellë të asaj që kemi kaluar si popull. Në një kohë kur zhurma shpesh zë vendin e fakteve, puna e një studiuesi të përkushtuar si e profesor Durimit, sigurisht se bëhet një dritë e domosdoshme. Në këtë kontekst e kam bindje prej kohësh, madje kam thënë edhe në disa raste, qoftë në shkrime, qoftë në opinione orale, se punë e historianit është të gjej dëshmitë dhe t'i publikoj ato. Për shkak të interesit, tashmë që ishte kthyer një lloj profesioni për historinë e luftës në Kosovë, pa ta fillu me grumbullu çdo libër që është shkruar për luftën në Kosovë. Dhe është shkruar një numër vërtet shumë i madh i librave për luftën në Kosovë. Për një periudhë rreth 5 vjeçare, kam bë një farforme gjueti të librave për luftën në Kosovë, duke i ble ato kudo që ka qenë e mundur. Edhe gradualisht ndërtova një koleksion libror privat, që ishte shumë i madh me libra të luftës në Kosovë dhe që vazhdon të jetë i madh, që është madje diku 3 fish më i madh se sa librat që ka Biblioteka Kombëtare e Kosovës për luftën në Kosovë.